Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ në Report Televizion. Do ndalemi fillimi i shtetitujt. 2 të rinj 29 dhe 31 vjeç janë vënë në pranga këtë të diel pasi nga shkallët e stadiumit Air Albania hodhën sende në fushë në sfidën Shqipëri-Serbi. Policia e Tiranës thotë se 10 persona të tjerë janë në hetim, ndërsa është arrestuar dhe një punonjës i Securities, i cili mori para për të mos kontrolluar fizikisht 2 kosovarë. Gjykata kushtetuese do të marrë në shqyrtim 19 qershor kërkesën për pafajësi të ish administratorit të kompanisë Dia Kastrioti Ismailaj, dënuar për aferën me Qezin. Për këtë çështje është marrë i pandehur dhe Ilir Meta, ku në një tjetër hetim nga SPAK që akuzon se është pikërisht ai që fshihet pas Ismailajt në aferën $6.5 milion. Në gjykatën e posaçme të apelit mbahet nesër seanca për kërkesën për liri të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Përmes avokatëve Veliaj kërkon lirimin në këmbim të garancisë pasurore. 4 punonjës policie të kufirit në doganën e Kapshticës kanë rënë në pranga pas aksionit të mesditës të së shtunës nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore, ku u kapën mbi 6 kg heroin. I arrestuar është edhe një drejtues i mjetit ku u kap blënda narkotike. Inspektorët e policisë akuzohen për shpërdorimin e detyrës. Qeveria do të shpenzojë 67 milion euro deri në vitin 2027 për të forcuar sigurinë kibernetike. Nga këto para, pjesë dërmuese mbi 57 milion euro do të jenë investime në sisteme të bazuara në inteligjencën artificiale dhe në struktura të specializuara për të parandaluar sulmet kibernetike terroriste. Mijëra protestues u përplasën me policinë në Los Angeles të SBA-s kundër fushatës ndaj emigrantëve. Ata vijuan për të dytën ditë të radhazi, ndërsa Trump përfshiu gardën kombëtare për të shpërndar protestuesit. Më shumë se 400 personazhe nga politika tek mitologjia parakaluan në karnavalet e Korçës. Në kostumet e kuruara, grupet pjesëmarrëse kërkuan të përçojnë mesazhe dhe këndvështrime për aktualitetin dhe politikën.